Në Kakavi, do t'jemi me Unita Qirkon. Unita, të përshëndes. Ju përshëndes Said, unë ndodhem ashtu siç edhe juve e cituat, në pikën kufitare të Kakavijes, në fakt që prej orëve të para të mëngjesit situata është mjaft e qetë, ashtu sikurse është e paralajmëruar këtu e 2 javë përpara që kjo pikë kufitare do të mbyllet, është mirë kuptuar deri diku nga qytetarët, janë më shumë persona të huaja të cilët nuk kanë pasur informacion për këtë të fundit, megjithatë ata janë lejuar të kalojnë vetëm nëpërmjet pa makina, pa automjete, por me këmbë. Situata duket e qetë edhe ditën e sotme edhe përgjatë ditës së djeshme nuk kemi patur ndonjë problematikë shqetësuese, ndërsa të dhënat nga policia janë që përgjatë 24 orëve të fundit kemi patur 310 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 174 në hyrje dhe 136 në dalje, si dhe 30 mjete në hyrje dalje, nga të cilat 21 në hyrje dhe 9 në dalje, që kanë qenë kryesisht për emergjenca shëndetësore apo këmbësor që kanë qenë të huaj dhe kanë vazhduar udhëtimin e tyre sigurisht me këmbë drejt shtetit Helen apo nëpërmjet taksive të marra më pas nga pika tjetër kufitare. Ndërkohë, ka patur persona të cilët ju tha që kryesisht janë shtetasit e huaj, por shqiptarët të cilët mund të jenë penalizuar si pasojë e kësaj situate që do të marrë 2 ditë, nga dje, sot, nesër ne shpresojmë që të rikthehemi në normalitet, paktën ky është njoftimi në rrugë zyrtare, se nëse do të ndryshojë diçka pa diskutim që edhe mund të njihemi, sepse ne u njohëm nga autoritetet tona si pasojë e asaj që erdhi nga policia greke, pra informacione që erdhën nga fqinji. Kemi patur në fakt një bisedë me disa nga doganierët që punojnë në palën shqiptare para se të hynim në transmetim dhe ka thënë që ka patur një farë mirëkuptimi të paktën nga tregtarët të cilët duke se shfrytëzojnë më së shumti këtë pjesë, këtë pikë kufitare pra këtu në Kakavije, megjithatë ka patur edhe nga ata persona të cilët nuk kanë gjetur mirëkuptime edhe pse janë njoftuar, kanë tentuar të hyjnë le të themi si me forcë, megjithatë nuk janë lejuar dhe për këtë arsye janë kthyer pas me automjetet e tyre ose kanë vazhduar udhëtimin si këmbësor. Pra kjo ka qenë situata të paktën gjatë 24 orëve të fundit, por siç dhe ju e shikoni edhe nga pamjet, Kakavia është bosh dhe që prej orëve të para mëngjesit që unë ndodhem këtu nuk ka patur asnjë lëvizje. Vetëm disa shtetas të huaj që janë njohur edhe me rregullat e është komunikuar nga pala shqiptare që edhe pala greke nuk po funksionon për arsye të grevës, e kanë mirë kuptuar, kanë vazhduar udhëtimin e tyre me këmbë, një makinë, një automjet të paktën u kthye pas me sa ndoqa dhe nuk pati probleme apo të ketë patur diçka tjetër, të paktën për ditën e sotme. Pra, janë automjetet të cilat kthehen pas të gjitha tonazheve. Po, të gjitha tonazheve nuk është lejuar as autobusët, nuk janë lejuar as automjetet e vogla. Kryesisht Kakavia nuk lehtësoi pa më parë përdorin tregtarët për shkak të punës që ata kryejnë, megjithatë tek ata të fundit duket sikur i morën masat 2 javë para se siç u bë lajmërimi dhe për momentin nuk kemi patur shqetësime nga kjo pikë kufitare.